Të gjitha lavdit, falenderimet janë vetëm për Zotin e Madh, Allahun Gjelle Gjelalu. Atë falenderojmë, prej Tij falje udhëzime kërkojmë. Salavatet dhe selamet për shëndetjet më të mira mbi të dërguarin e Zotit, mbi më të mirën e të dërguarve, mbi Muhammed Mustafan alayhi salatu wassalam, shokëve të Tij, familjes së Tij dhe çdo muslimani i cili ndjek rrugën e Tij më të mira dhe në ditën e fundit të kësaj bote. Të nderuar xhamat, të nderuar vëllezër, e falenderojmë Allahun Gjelle Gjelalu që Allahu na ka begatuar me të mira të shumta. I vetmi meritor për falënderim dhe adhurim është Zoti jon, Zoti i Arshit, Zoti i botrave. Falenderojmë Zotin e Madh që na mundsoi edhe një Ramazan shtesë në fletët e imrit ton. Falenderojmë Zotin e Madh për çdo begati dhe mirësi që e shijojmë në jetën e kësaj bote dhe nga më të mirat Islami dhe imani. Allah e shtoft ato në zemrat tona. Njështu falenderojmë edhe krye imamin, khatibin e kësaj xhamie, hoxhën e nderuar për ftesën e bërë bashkë me këshillën e xhamisë që t'i ndajmë disa minuta për bashkë këta, për shfletuar nga libri i Zotit, për të lexuar nga hadithi Muhamedit alayhi salatu wassalam në mënyrë që të shtojmë nga udhëzimi i jon në Islam dhe në iman. Të nderuar xhamatli, jemi në fundin e Ramazanit. Ne po e përcjellim këtë mysafir, edhe këtë mirësi të Zotit Gjelle Gjelalu na ka mbetë edhe pak, por na ka mbetë më e mira. Andaj arabët i kalitin dhe i stërvitin kuajt e tyre kur i shlojnë për gara që atë kuvetin më të madh me e dhanë në fund, sepse gara fitohet në fund, e jo në fillim. Ka mundësi dikush e nis ka dale, po e bitis shpejt. Ka mundësi dikush niset më me qetë, ama forcën e jep në fund. Andaj Allahu e ka lënë natën e kadrit në fund, që krejta energjia, që ketë ajo forcë, ketë ai vullnet që të harxhohet, të mbledhet për në fund. Për këtë arsye mos u dorëzoni dhe mos u likështoni, por ruani kapacitetet edhe forcat e juve që ta jepni maksimumin për në fund. Andaj besimtari e shfrytëzon çdo moment, edhe çdo dakikë për të fituar shpërblimet e Zotit te bareke ve teala. Të nderuar xhamarli, pjesa më e madhe e Ramazanit na ka shkuar. E lutim Allahun, Allah ta ketë bë kabull për neve. Po na çka kena fitu piksajna. Ne shpesh themi muaj i bekuar, muaj i shenjtë, muaj i rahmetit. Dhe këto është e vërtetë se Ramazani i ka. Po Ramazani i ka për veti. Allah e ka bekuar si muaj. Po na njerëzit, na të ngratët, a jena bekuar? Neve na ka kapur rahmeti, neve na ka kapur mirësia. Ramazani ka ardhur të nderuar xhamarli për të instaluar, për të lanë disa shenja të na. Ato shenja do t'i kërkojmë në jetën tona. A na ka lanë neve diçka shenjë Ramazani? Ti pi ditës parë deri sot, a ke ndryshuar diçka? A je bërë musliman më i mirë? A je bërë besimtar më i mirë? A je bërë i devotshëm më shumë? Për këtë arsye të nderuar xhamarli, Allahu shkurt e ka treguar qëllimin final të Ramazanit në Kur'an, la'allakum tattaqun. O ju njerëz, o ju besimtar, u kemi obliguar agjërimin për një arsye, që të jeni më të devotshëm, që të jeni më të mirë, që të jeni më gjymert, më fisnik. Njerëz që e doni më shumë Zotin e Madh, njerëz që e respektoni më shumë Muhammed Mustafa alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, ndalemi me disa prej mësimeve të Ramazanit kanë kaluar në vetët tona. Të nderuar xhamatli, kur ti çdo pajisje e merr, çfarë do pajisje që përdor? Makinë, kerr, çfarë do, telefon, kompjuter. A e merr veç për hijeshi të shtëpia, a do më e përdor ata? Do më e përdor. Kur ta blesh ti një kerr, a do vesh me lënë në barë, do me e përdor. Nëse s'përdoret, çfarë do njerëzit e kalon që aty për muze, e kalon veç për me e këshir. E mirë të nderuar xhamatli, neve Ramazani a na ka ardhur veç me na ne çashtu për muze, a ka ardhur me ndiku te na, a ka ardhur që na shërbehemi me ta. Makinën kur ti e kije, ti dush me shërbim me ta. Për shembull telefonin që ti e përdor, a e përdor, ai ka shumë obligacione. Por sa e përdor ti? Ramazani ka shumë obligacione. Ramazani ka shumë mundësi, ka shumë programe, ka shumë rrugë të cilat ti jep tyje për me fitu xhenetin e Allahut subhanahu wa taala. Për këtë arsye ka thënë pejgamberi alayhi salatu wassalam, zvar i shkoft hunda zjarr atij i cili e mrin Ramazanin edhe nuk e fiton xhenetin e Allahut te bareke ve taala. Për këtë arsye nuk është me rëndësi me pas mjetin dorë, është me ditë me shfrytzuar. Sa për neve për shembull, na të cilat jemi jo gjenerat shumë e cila e ja dim detalet telefonit. Shumica për neve telefonin për çka e përdorin? Për gjërat më të përgjithshme. Me thirr dikan,
me ashtu një mesazh e kështu me radhë. Ama vetë ati cili është ekspert, po dëgjoj, këtë telefon që ka e përdor ti për 2 aplikacione, unë 700 ja përdori. Pse sa i di? Për këtë arsye Allahu e ka thënë Ramazanin për ta kallëzuar, këshire, kjo nuk ka vetëm me pil çifir të iftar. Ktu ka të mira pa fund, veç aty mi përdor. Allahu xhelal ka lavdruar Ramazanin shumë në Kur'an dhe pejgamberi sa me ka lavdruar shumë Ramazanin, mirë pa dim ne me shfrytzuar. E tani të shfrytëzimi dalmi te meran. E para të ndëruar xhamatli. Allahu xhalla xjalaluhu, çfarë njeri po do me bë pyetje? Çfarë njeri? Çka do Ramazani ti mas Bajramit, çfarë njeri dush me dal? Dush me dal me një titull. Ai titull e ka emrin durimtar. Ai titull e ka emrin durimtar. Allahu xhalla xjalalu agjërimin e ka bë sabër, ditë të sabrit, ditë të durimit. Për këtë arsye, nëse cilësinë e durimit nuk e ke shtu të vetja, nuk e agjëru si duhet. Të ndëruar xhamatli, sapi muslimanëve e llogaritin Ramazanin harxhim takatit, në realitet Ramazani mbledhje takatit. Tash i ke bën njerëz thonë, ama ustos, a keni pa Bajram? Ka njerëz pi muslimanëve, një 3-4 muaj se në merr vetën mas Bajramit. Thotë na lon Ramazan. Ramazani s'ka ardhur për mu lon. Ramazani ka ardhur për me shtu takat. Ti një 3-4 muaj dush me pas takat. Shiko pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ka thënë kush i agjeron 6 ditë Shevalit. Shevali kura? Bajram, minia. 6 ditë Shevalit. Pse 6 ditë? Ka thënë kush i agjeron edhe 6 ditë Shevalit, është sikur me agjeru tan vitin. Por çfarë arsye? Për me të kallëzu pejgamberi ty alayhi salatu wassalam, se Ramazani ka ardhur për të mbledh forcat, me të mush bateri, jo me shpraz. Neve Ramazani të ndëruar xhamatli, apo na mush apo na shpraz, mat në ju. Apo zakonisht njerëz ka thonë, Ramazan i falshmi ka 20 recate shtesë. Çka i bë? Se je lodh apo? Nuk ka çështë të ndëruar xhamatli. Ramazani vjen për me të mush. Ramazani vjen me thonë, tash, a di sa ki takat? Deri Ramazanin tjetër ki bateri. Deri Ramazan, do njerëzit deri në baklavën e Bajramit ju harxhon bateria. So janë të morr vetën thot. Pse? Se ke harxhuar shumë bateri. Realisht do është më mush. Të ndëruar xhamatli, ky muaj është muaj ku ne dalim durimtar. Allahu shpesh e përmend durimin në Kur'an, komentatorë thonë ka për qëllim agjërimin. Thot Allahu xhelal në Kur'an, "Wasta'inu bis-sabri was-salat." Çka që tu wasta'inu bis-sabri? Ndihmohuni me sabër, ndihmohuni me agjërim. Ndihmohuni me agjërim. Durimi të ndëruar xhamatli është ai përmbledhsi, një fjalë që i ketë aso që e kena bona. Nëse si e boma durimtar, s'ka agjëru që duhet. Duro, sabër, jeta sabër të ndëruar xhamatli. E kanë pyet njëri prej muslimanëve, ka thënë a mundesh me ma kallëzu veç një llaf për këtë jetën? A mundesh me një fjalë me më tregu çka jeta? Ka thënë jeta sabër. Pisi ditë dunja. Edhe nana që na lind neve e nis me sabër. Mos me po sabër së të lind. Apo sabër, stacioni duhet sabër. Edhe ti kur ke ardhur dunja do sabër. Sabër të rrit, sabër të ushqi, sabër të vesh, sabër me ato fëmijëllëkët e tua, veç lind tane, sabër, edhe të ka bot madh. Tash ti vazhdo jetën vet, apo? E tash sabër ti me nguat. Sabër me duru të jatë, sabër me respektu ata. Jeta sabër të ndëruar xhamatli. Ti që ke ardhur në xhami, edhe mundohesh me respektu disiplinën e xhamisë, me çka e respekton? Cili rregullator ta mundson ti me respektu xhamin? Sabër ka dalë. Me çka xherove? Me sabër, ti ujin e ki parasive. Ti ujin e ki frigorifer, ama nuk e prek. Pse nuk e prek? Sabër, Allah i më ka thonë mos e prek. Andaj mësimi, ngjyra të cilën Allahu don me shtu te na, o durimi, ista'inu bis sabr, ndihmoni me sabër. Jo veç ka të ndëruar xhamatli. Nevoja mas bukës edhe ujit të njerëzit cilë mu martu. Allah inshallah marton dorit e muslimanëve për mu ushtue. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam çfarë alternative ju ka dhënë muslimanëve të ri që s'kan takat mu martu edhe mundësi financiare dhe ekonomike? Çfarë ka dhënë? Ka thënë o ju musliman të ri, martohuni dhe shtohuni. Mirë, njëri do të shkam takat, s'kam mundësi, s'kam me rrenat. Qishun e më mbrojt, ka thënë alayhi salatu wassalam, e ai që s'ka mundësi, çka do të bëhe? Le ta xheron. Pse le ta xheron? Sepse, çiko, këti tash çka i duhet? I duhet durim. Ajo çka ja shton durimin o agjërimi. Sa agjërimi ja than kanalet ku i krijohet epshi, andaj me këtë mënyrë e mbyll mundësinë për të devijuar.
Allah shiko, të ndëruar xhamatli, nuk ka Ramazani kot. Ramazani ka ardhur me nacet të njerëzi. Zguxon ti mas Bajramit bukon që ky njëjti çka i ka. Zguxon ti për shembull kur të provokoje dikush nudhe, ti bukon i njëjti. Zguxon ti për shembull me menue sistemi nervor i joti dhe sistemi mendor i joti njësoj. Pse? Se i agjërushëm 30 ditë ki agjërua. Wallahi 30 ditë me nejt me një shok, pa i morë të citë ati s'ka shansa. 30 ditë, rrej me një njeri, me cull me nejt 30 ditë, a e keni pa njeri kur del me i shiti cullt? S'ka qare pak me zbrit nivelin e atinve. A e keni pa për që këti kur rrej me cull? Ti su një fola ti me, apo, e ullë zanim, se? Sa i culla, ndikosh për atina, si ka mundësina, për shemull ti, a e keni pa kur fol me gruje, ti ndikosh. Nuk e kitë njësoj. A folti me dosat e tu dhe me gruje njësoj? Jo, të ajo pak e zbut zanin, apo? Se ajo detyron pak të zbutër zanin. Kështu ka thonë pejgamberi alayhi salatu wasalam, edhe burri më i rrep, edhe më i sert te gruaja vet, apo e zbut zanin. Faraoni te Musa alayhi salatu wasalam. Faraoni ka qenë njëri ashpër, njëri madh në kuptimin e arrogancës, edhe forcës. Kur kush, si ka dal karshi faraonit, përveç gruajës vet. Andaj Allah me gryn e vet e ka pështu Musajin. Kur e kanë gjetë Musajin alayhi salatu wasalam, për çka? Se kanë ndryshuar se gruaja ka pas. Andaj i ka thonë, mos e prek si këtë djalë, se pe kam qefune. Ani ka thonë, hajt mëdha. Shiko ka shlu pejt e gruaja. Andaj njeri nuk ka ti ndeti me shkuë. Apo, ani soi kur e nin ata aromën, parfemin, ani soi kur e nin parfem të mirë, edhe një mbeturin. Jo, ti ndikohesh. A u ndikum na pi Ramazanit? A u banë ma sabërli? A u banë ma durimtar? Apo kërkojnë ndihmë me sabër, me agjërim për ta përfituar kënaqësinë Allahu xhelel xhelalu. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, testoje të veti sabrin. A jema durimtar? Ke dunjaja ani sabër. Ai që vedh se nga bë sabër me ardh risku ka halali. Ai që ka bën zinë se nga bë pak sabër me ardh risku ka halali. Ai cili lumbi gjosën ka bë sabër. Krejt që ka bën harame se nga bë sabër. A ki pati kanë herë për shembull kur ki konflikt, cili jam më i forti? Ai cili që shahat e ofendon, ai cili e rrudh veten. Jo, nëse janë dy veta të rrok, edhe njëri shahat tjetri bën sabër. Ki i treti çka i këshir, cili thot më i mirë kana, çikish ka sfol ka më i mirë kana. Baj ka sabër ky. Baj ka sabër. Ka thon pejgamberi alayhis salam hadith, nuk është i fort ai cili është i fort munim, pelival. Ka thon po i fort është ai cili e mund veten. Me mujt veten. Apo, andaj, mësimi që duhet ne ta kishmi marë, sibghat Allah, wa men ahsenu min Allah i sibgha, thot Allahu te bareke ve teala, ngjyra e Allahut. Cila ngjyra e Allahut? Çfarë ngjyre do Allahu te na? Imanin, Islamin, me dash Kur'anin, me jetu me dashnit Zotit, me jetu me dashnit pejgamberit alayhi salatu wassalam. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, mos na kalon ne me Ramazani, apo sikur që i thojnë plot pineve, na ja banëm tonën. Ku ja banëm tonën? A vetë se s'ke hangër bukë 13 saata? Jo vallahi, na e kena do fëmijë që plot edhe ju i keni, ka 6 vjet, 7 vjet, 8 vjet ninojnë. A ban mu krenu me një vepër që i ki bo edhe ti dhe gjali? Apo, edhe ti e ki bo edhe gjali jo, zban. Ajo që ka duhet ne të kërkojmë për Ramazanit të ndëruar xhamatli është marrja e cilësive kuranore, marrja e moraleve kuranore dhe ngjyrosja atyre ngjyrave me ngjyrave kuranore në shpirtin tonë. Ngjyrosë shpirtin me Ramazan. Të dvorej edhe mas Ramazanit njerëz më thonë, çiki kanë inu një muj ditë. Çiki karakteri i tij kanë ndikuar për Ramazanit. Ç'kjo mësimi i parë të ndëruar xhamatli që duhet ta marrim për Ramazanit. E dyta, të ndëruar xhamatli. Ne në Ramazan çka dash me botë ndëruar xhamatli? Çka kërku pi neve? Që t'i kalojmë perdët e kësaj bote me lënjen e ushqimit edhe pijes për të kaluar në bindjet e ahiretit. Allahu në ajetet e para kuranore kur i përshkruan besimtarët, çka thot? Alladhina yu'minuna bil ghaib. Ata të cilët e besojnë gajbin. Edhe na themi që e kena besu gajbin. Mirë po besimin në besim ka dallim. Besimin me besim ka dallim. Apo, për këtë arsye të ndëruar xhamatli, ka ardhur Ramazani për të marrë ty si agjërues dhe për të kaluar ti për t'i grizë disa prej perdave materiale për ta pa xhenetin Allahu te bareke ve teala. A e kena shiu na xhenetin e Zotit xhelel xhelalu? A je i bindur që ka xhenet? Na ke thënë amen billah. Kena besu Allahit, edhe xhenetit, edhe xhenemit, ama a ki bindje? A ki bindje? A je sikur që je këtu në xhami? Apo a ki bindje se ka xhenet?
Ka kriju Allahu xhelalu shtëpi të veçantë, vend të veçantë për besimtar. Dhe ka kriju vend të veçantë për ndëshkim. A ki bindje? Ramazani ka ardhur për me të arrit bindjen, për të kaluar e paprekshme të ti si e prekshme. Për shembull, na me thon dikush për shembull që sa kanë kur në Turqi, pezojna. Edhe me thon, a keni argumente se ekziston Turqia? Çka i thu? Po valla çu ka. Apo, a ka? Edhe tash njëri thot, valla mos më Armenia. Ti që e ke pa, ti që e ke, o çfarë do lloj veni, apo? Për shembull, të ndëruar xhamatli. Çdo sa çka ti e ke pa me sytë tu, ai çka se ka pa, për atë gajbo, për ti është e prekshme. E tash, na me Ramazan, a pe dim që xheneti hak ajo? E kanë pyet njërin prej dietarëve të muslimanëve. Ka thënë, pi kapë ditë që ka xhenem. Pe a se ki pa atja? A mos i pa me sido që i thonë, plot për atyre çka s'besojnë. Pse ju a ket a xhea? Çka i thonë ana? Po ket. Çish ket be? Ku ket? Ka thonë ky dietari, ka thonë kështu. Ka thashë Imam Ibn Qayyim al-Jawziyje. Ka thonë unë me pas shku vallahi se ne kisha pa më mirë se ai që ka shkuar me mua. Ka thonë kush ka shkuar me tije? Ka thonë Resulullah, i dërguari i Allahut. Ai e ka pa dhe më ka kallëzuar. Ka thonë unë kur e kam një familjar, edhe në vend për një venit, edhe më thotë kështë të që ki veni, e pash qëta, unë i besoj si më konë ati. Ka thonë pse i beson? Ka thonë se janë jeni, i besoj. Ka thonë i dërguar i Allahut është më i besueshmi në jetën teme. Si besoj kërkujt më shumë se atina. A jena na që shtu të ndëruar që ta ka Ramazani me bote na. Nuk ka Allah nevoj me lana bukën edhe ujin, nëse ne bindjem për Allah e kena dopë. Nëse na bindjem për xhenet e kena dopë. Për këtë arsye, çfarë tha ky? Tha, e kanë pa ata sy që vallahi nuk janë më të sigurta se sytë e mi. Apo, nuk janë më të sigurta se sytë e mi. E ka dëgjuar fjalën e Allahut ai i cili nuk janë më të dëgjueshme se sa veshët e mi. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, kur thot pejgamberi alayhi salatu wassalam, çështu kush vepron e ka problem çiketa. Ai beson me bindje. Ai ki po, tena vallahi ai ki po, nin di me shlu shteti. Ai njëri thot, apo ni më shloj kana? Njëri thot, valla unë i mora. Ai shtot vjen thot, shkoj edhe unë ti marr. Të ndëruar xhamatli, kur na e dëgjojna, kur thot pejgamberi Ebu Bekrin fil janna. Ebu Bekri ka një xhenet. Ha, ai beson ti? Ai beson. Rrugës duke kaluar pejgamberi alayhis salam në Kabe, në Mekë, në periudhën e parë të ardhes së shpalljes. Edhe ka shku pin Kabe në Aksa. Edhe ka kalu për 2-3 saat ka anë kënera. Edhe ka kaluar pranë Ebu Xehlit. Amr ibn Hishamit. Edhe i ka thënë Amri ki Ebu Xehli ka thënë, "Çka ka të reja diçka? Mos kanë kallzu diçka pi, çai ka bëj hajgare. A mos kanë kallzu ato ditë diçka?" Ka thënë, "Po vallahi kash sot në Aksa dhe u ktheva." Ai ka thënë, "Ki s'ka normal. S'ka në ki. Pin Kabe po." Të ndëruar xhamatli, shiko. I ka thënë, "Apo ni më kia?" "Po," ka thënë, "Po ni më." E ka shvizuar si share, ka thënë, "Banë share." Shpërndaje ti. Edhe pse ai me të keq që ka shpërndar, ama Allahu ka dashur që ta çojnë në vend, kanë mu'jizën e pejgamberit alayhi salatu wassalam. Rrugës tu mri para se me mrit ato dostat e vetë Zatet Ebu Bekrit. Edhe i thot, "O Ebu Bekr, ki kujton se kur t'ja kallzoje që ta, ki ka me lan pejgamberi alayhi salatu wassalam." Edhe i thot, "O Ebu Bekr, ki dosti jote Zatet e parzit." A di çka më tha? Thot, "Çfarë thot?" Më tha, "Pin Kabe, ka shku në Palestinë për disa hatë." Ka thonë, "A i beson edhe që tua?" Ka thonë, "Po be i besoj. Unë jam t'i besu se Allah i folti po më dhu pin Palestinë, pin Mekën Kabe, pin Mekën në Aksa. Unë i besoj." Ka thonë, "A i beson edhe për që këtë muna?" Ka thonë, "Po be i besoj. Unë e vetë se dia ka thonë, se të piti se marë. A mu konë që ka thonë, unë i besoj." Shiko të ndëruar që më të li. Thotë Allahu që, "Subhanalladhi asra bi abdihi min el mesjidil harami ila el mesjidil Aksa." I madhë është Allahu, ai i cili e ka marë robin e vetë prej në Kabe, e ka që në Mesjidul Aksa. Atë vakt i ka konë të ju livrit meni atënve. Besimtarët kanë besue. Ajde dana në 2025. Mi thanë dikujna, "A be kishku një 200 njerëzi pin Kabe del Mesjidul Aksa për disa atë." Shka i thojnë ana? Po anide me aeroplan. Për disa atë mëni. Allah për 1446 vjetë po në ka zonë, "O ju njerëz, kur thamë diçka që ashtu bëhat ajo." Unë kur tham diçka që ashtu bëhet, sot pin Kabe deri në Palestinë, sa saat i duhet aeroplanit? Disa saat. E kur i ka dhënë sa për disa saat kum shku, oj ka thotë çishme se në atë vakt ka pas aeroplan. As tren me deve duhet 3 javë. Ka thonë çishme ti për disa saat,
për t'i tregu Allahu këtij ummetit se atë çka ta tham unë e baj. Atë çka ta premtoj unë e premtoj. I ka thënë Ebu Gjehli pejgamberit alayhis salam, ti s'ki evlat, ti s'ki burra, ti ke fëmijë të dek. Ka thënë ti ke me shtarp. Toka jote sa pjellore. E ka ranu shumë pejgamberi alayhis salam. Ama Allahu xhelali ka thënë pejgamberit, inna a'tainaka al-kauthar fasalli li rabbik wanhar inna shani'aka huwa al-abtar. Allahu xhelali kur i ka thënë ato ti s'ki me ti s'ka ti s'ki apo ka thënë ne tarabbasu bihi raybal manun. Ka thënë ne dese ki evlat s'ka mo, mashkull s'ka mo, edhe shkoj huç. Çka ju tha Allahu xhelali ala? Të ndëruar xhamatli, me ju vetun e tash juve. Çi kisha I ka thënë pejgamberi sa çështu. Çish e ka emrin? Ti be jashtë hoxhallarëve se di dikush. Ti be se di. Apo e me ju vet dunja, me vet një shka, me vet një pabesimtar, me vet një kandokopi. Çish e ka emrin profeti muslimanëve thot Muhammed. Këtë njojnë. Sepse nuk ka në dunja dikun që thuhet ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. A ka dikun? A ka doni shtet që nuk thuhet ashhadu anna Muhammadur Rasulullah? Sepse pejgamberi më ka thënë, kjo feja eme, heja aty ku I dilli. Çati ku ka dill ka me mri feja. E çka tha Ebu Gjehli? Tha s'ki evlat marrove o Muhammed, shkove për huç. Allahu xhai tha, inna a'tainaka al-kauthar. Ja ka nis pi dhuratave të ahiretit. Ka thënë ty ta kemi dhënë Kautherin. Një lumë të madh, Allahu na I bof nasim xhenet ya rabbal alamin. Pastaj ka thënë, fasalli li rabbik. Falu ti, falu. Falu për Allahin tan. Prej kurban. A dini dikush për juve, a e ma men, a ka mundësi e ka lezu dikun, a mundë diqysh me zbulu, qysh u fale Ebu Gjehli? Se di kurkush se di. Mirë, me da që tu jash dikush ka, është pipa besimtarve. Mi thanë, qka janë të ba musliman, thot Ramazan e kanë? Qka janë të ba në gjami falën, thot? Allahu xhelali ka dhënë autoritet të umetit me Muhamedit alayhis salam. Ka thënë fasalli li rabbika wanhar, edhe prej kurban. Pastaj inna shani'aka huwa al-abtar. Ka thënë çaj shka po thot tyje, pi natit, o Muhammed alayhis salam, se ti ki me shku huç, ai ka me shku huç. Kit bota e një Muhamedit alayhis salam, kur se një Abu Gjehli. A një dikush Abu Gjehli? As kush, krejt e njojnë për të malkum. Për këtë arsye të ndëruar xhamatli, Ramazani do të na shtu bindjen. Kur thoje pejgamberi sa çka që shtua, por shembull ka thënë alayhis salam, 2 recatët sunnet sabahit janë më të mira se dunjaja dhe çakon ta. A e besoni na çdo ajo? A e di çka do të thonë? Më të mira se dunjaja çakon. Jo më e mirë se shtëpia jote. Jo më e mirë se Mercedesi jot. As se golfi jot, as se telefoni jot. Dunjaja çakon ta. Apo edhe më të mira se ato Gjorgovantat. A dini ato Gjorgovantat? Ato gjelbërtat, ato të verdhat, çka njerëzve jo kanë hub, I kanë jarja hub imanin. Apo tu I mbledh ato, harron hayya ala salat, e harron Allahu te tim namaz. Mos u habit, se s'ka thirrje më të madhe se sa thirrja Allahut, eja namaz, eja këtu falu. Ama çelët misteria, le misterien. Wallahi ka me ta rujt Allah mborën shiqat misterin çati kamerit. Çati kamerit, mos u mërzit. Allah ka me ta pru riskun te dera. Allahu xhel xelaluhu ja u ka quë 2 jetimave që I ka vërden Allah në surën Kahf. 2 jetima janë kanë në kohën e kaluar. Edhe baba vet kur ka para se me vdek, ja u ka shti arkën nër duvar, nër mur. Edhe ka thënë këto janë 3 vogël, ai para se me ndrujet I kam shej aty. Apo pak para se më ra muri, ai katuni edhe fshati edhe qyteti janë kanë kopraca, edhe janë kanë lakmitar. Me pas po ja kishin morë. Por mos më u mor, ai di çka ka bëu Allahu xhelel xhelalu. Për ata që tutën për riskut. Allahu e ka quë 2 pejgamber. Musa alayhis salam edhe Khidr alayhis salam rrugës. Ka thënë Khidri nalu pak çtu. Nalu, çiki muri kanë pak tura, prit ta ndresh na pak. E ka quë murin. Edhe Musa I ka thënë, pse e bane këta, pse këtu radu, muri pse e ndreqe? Ka thënë Allahu xhelel xhelalu murdnoi. Se çto dietima janë edhe të vogli. Baba ja u kalon çtu parat. Ama këto ja mori se këto janë të vogli. Ka thonë, net ne edhe pak I muri, ku të bane përziti me ra, këto I gjenë parët e veta dhe I morin. A kujton se Allahu t'le pariska? Për këtë arsye, shtoje bindje në Ramazan. Lidhu me Zotin tanë xhelel xhelalu. Duje Zotin tanë xhelel xhelalu. Ai ka dhënë të mira pa fund. Çish bia kthejna në atit të ndëruar xhamatli. Çish bia kthejna. Të
Të ndëruar xhamatli, me thirrti dikush telefon 4-5 herë. A keni po të gjithë neve dikush na thirr, sidomos xhallarëve, edhe biznesmenëve që kanë punë me njerëz, ka 4-5 herë, 10 herë, 20 herë, apo. Edhe kur e shat për shembull s'do më aqë, në 3 natës thirr, s'ja çelti. Kur ta shif se më u bezdes tu, tamam, pas ka donizor, apo. Të ndëruam xhamatli, me thirrti dikush, çka nuk ka pa emën ai. Nuk ka Allah pa emën. Kur thoje ashhadu an la ilaha illa allah muezini, sa të thirrni mend vetaj, ai të thirrni mend Allahit. Kur thoje hayya ala salat, se ka shpik ai, Allah i ka thonë çështu. E kur thirrti dikush, me thirrti për shembull baban telefon, 1 herë, 2 herë, 3 herë, 4 herë, çka thon fund? A vetë çeli se baba pas ka dikur. Me e pa dikush që ti s'pja që thot çeleve se baba jot kanë të thirr. Apo, a e ki pa kur i thirr do për shembull e fejumja, vllazni më bani veç pak halal se foli me këta. Apo, kur thirr gruaja, dridhet xhepi, kama komplet, i bë sheqeri njerit. Se e ka thirr gruaja vet. Çel më shpejt, mos u mlet di harë me cingrua. Edhe gjunaja çel. Allahu xhella xhelalu e thirr hayya ala salat. Edhe e çon punën e vet. Nuk ka kjo mirënjohje ndaj Zotit të dërruar xhamatli. Nuk ja kthejnë na mirë Zotit çështo. Këtë të mira që na jep, na ka kriju, na furnizon, na ka çu shtëpia, na ka çu parë, na ka çu evlat, na ka dhënë Allahu gjithë këto nimete. Edhe na mos me mujt 2 recat sabah me fal për Allahun xhelel xhelalu. Mos me mujt drekën me fal 4 recat drek, 4 recat i qini, 3 recat, a mush me 5 minuta të ka thirr Allah, 5 minutë çetër merret ti. Qëtër merë ti. Andaj të ndëruar xhamatli, Ramazani s'ka ardhur për me na privuni me pi ujit, po ka ardhur me na i mush me ujë të imani shpirtin ton. Mushe zemrën tonë me iman, mushe zemrën tonë me dashuri për Zotin e Madh te bareke ve teala. Dhe tjetra të ndëruar xhamatli që duhet ta marrim për Ramazanit, cilat të ndëruar xhamatli. Shikoni, në shpeshari kalojnë gjëra si rutina, por duhet të meditojmë të ndëruar xhamatli. Allahu xhana mëson neve Ramazan se jeta e këndshme, jeta e mirë, pa ibadet zbon. Pa ibadet zbon. Bredhu sa të dush, shëtitu sa të dush, mrena mërzia ka me të hangur, mrena depresioni ka me të hangur. Apo, a keni pa tash agjerush depresion? Shka. Madje, këshiri, sa neve o gjallar të shkrujnë, edhe gjemati në shkrujnë. Abe o gjo, doktoria të më thonë mësë me ninu, po s'po mujbe, vallave s'po muj, jam su 50 Ramazana i kam ninu. Na i thojnë, o Allah të kaliruhe. Jo be dhët duhet ninoj. S'muj dhët rastet ndryshme, kanë, qanë me lot. Se me gjithë se me arsia, Allah që dhët Kur'an, فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرٍ. Ata shka janë të smut, apo janë nuve, të loth, ato mus ninojnë. Ato ninoj ku shnoshet. E që nuk shnoshet asë njëherë, ka smundje kronike, të vazhdueshme, të pashërueshme, le ta pagun. Mirë, po çka do më thonë kjo të ndëruar xhamatli? Se nga dashnia e Allahit s'do më e prish. Edhe doktori pse ka liu do thotë, o xho, neve na pyesin xhamati, o xho, a ka mundë gjuna? Nëse ninoj, e dëmton kjo nëse si pi hapa. Çfarë pyetje? A hiunë gjuna? Nëse doktori më thotë s'ban me ninu, a mund du me ninu? Kjo çka të kallzon? Se s'ka njerëzit depresion për dunja në Ramazan, për të na rrëfyje dhe për të tregu Allahu një urtësi, një ligj të jetës. Mos gabot mendosh se jeta e mirë kur ti bredhna për dunja. Dunjaja të ndëruar xhamatli, nuk ka veni ku na kënaqemi. Ja, që ta Allahu do na kallzon. Nuk ka veni ku na kënaqemi. Na për më kënaq duhet me lëm pak pi dunjajës. Na për më kënaq me lëm pak pi ujit. Na për më kënaq me lëm pak ata gjërat të cilat neve na kanë dhe e kemi për epshi. Për këtë arsye, s'ka lumturi pa ibadet. S'ka kënaqësi në këtë botë pa sejdë. S'ka kënaqësi pa ruku, pa i thënë Zotit faleminderit. Të nderuar xhamatli, tua sjellë një shembull. Nëse një njeri hin market, edhe mbledh mall sa të muje, e mush korpën, edhe kur të mrihet te kaca, e thanat rrenin, e prish edhe ik. Me këtë na çka e shoh, çka thonë, çikis ja u sheh hajrin që të më. A thonë çështo? Çikis ja u sheh. Ai njeri çka vjen, a mund me pas bereqet? E ka vjen. Edhe ne e dim se ku ja ka vjen shembull. Çka thu ti? Vallai pa hak. Ai ka punu me njerëz që ja mor pa hak. Vallai kush kam ja pa hajrin. Tash, ai a bishim çto? Dalin pak te dunjaja. Allah i këtë na ka dhënë. Na po munomi ka njëherë me e thi derën, me mledh, edhe me kapërcije. Ama s'ka përceje. Nuk korruptohet Zoti. Së ne korrupton. Te Zoti s'ki njeri.
E keni bërë plot e kanë. Një njëri që gje, një njëri që tu e thirr në telefon, paren, spital, ama të Allah s'ki njëri. Një ditë për ditë e ka thirr pejgamberi Abbasin, axhën e vet. E ka thirr Safijën, hallën e vet. E ka thirr Fatimën, çikën e vet. Edhe i ka thënë hajde pak këtu. Edhe ju ka fol. Ka thënë, o çika jeme. Unë të kam ti bi. Lip pi dunjas çka dush. Çka të ka mundsi të bëj dobi. Ka thënë ta Allah kur gjasë në bëj dobi. La ughni anki min Allah shay'a. Te Zoti s'në bëj dobi. Puno, beso, fal namaz, bani vepra që ti ka lip Allah se te Allah s'në bëj kur gjasë dobi. I ka fol axhës vet. O axha jem. Lip pi mu çka dush në dunjë. Na i ras s'në bëj dobi. Falu, agjëro, jep zeqat, mos ban harame, se te Allah s'në bëj dobi. E ka thirr hallën e vet. A disa shumë i ka dashur ato. Familja e parë e tina, çikën e vet. Për çat çik ka thon pejgamberi selam, ajo mëlçinja eme, kush ma prek Fatimën, nga prek mua. Çat shumë e ka dash. Ama te Allah çfarë e sape ka? Te Allah mos gabon me nuset nimon dikush. A si dush me e kuptue se s'nimon kur kush? A ka dikush që i ka dek një familjar e pi dashnisë të madhe ka thon hoxhës, hoxha shtimni edhe mua në varr. Jo, na në kia ma në të hije kjo unë halaja. Andaj ka thënë Allahu në Kur'an, yawma yafirru al-mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Kur dalin njerëz para xhenemit, Allah na ruaj pi xhenemit, ya rabbal alamin. Çka kanë me botë ndëruar xhamatli? Hik pi vllavit vet. Ati dos që ka parçi vaktin, ket me ta, ik. Qetra, ik pi babës dhe nanës vet. Pi nanës vet, loç knan hik. Edhe pi gryes vet, wa sahibatihi wa banihi. Edhe vladin e le. Kur ta shove xhenemin ka ardhur transmetimin tefsir, i thot hin ti. Ç'po du me hione? Hin ti. Për këtë arsye, ta kuptosh në Ramazan se jeta e vërtet është në ibadet. Allahu xhelle xhelalu sa shpesh i thot pejgamberit alayhi salatu wasalam, fa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Bani ibadet Zotit, adhuroje Zotin deri të vjen vdekja. Se jeta e vërtet është andej. Jeta e vërtet është andej. Njeri sa tamam dalën në ahiret. Lezoni surën al-Fajr. Ka thënë Allahu te bareke ve teala, yaqulu ya laytani qaddamtu li hayati. Apo gjëja e parë çka e thot njeri kur dal në ahiret, çka thot? O i mjeri une s'pas na bo hazët për jetën teme kur gjo, për jetën teme. Apo shiko ti i jep 60 vjet, i jep hyjim, i merr krejt ta sebepet me bo një shtëpi. Kur ta marrësh a shtëpi plakësh, mos anena ki veç qef me të bo pak mall fëmia e me të respektue se e di që s'ka me të shumë vakt, apo? E di se na e dim që kitë sa kena me jetu para përsish umejti sa e ka mesatarien. Andaj të ndëruar xhamatli, Ramazani po na e përcjell këtë mësim, mos e haro, as mas Bajramit, ka Allah dhe mas Bajramit. Ka farzë dhe mas Bajramit, ka obligime dhe mas Bajramit, ka obligime dhe mas Ramazanit. Ta adhurojmë Zotin e mandej, ta dim Allahin e mandej, ta dim edhe në pazar mos haro. Kur të shitesh mos haro, Allahin e kije, mos vedh. Kur ta shif se i e me një përgjithësi, mos e korrupto përgjithësinë tënde. Edhe se ki vllat kam që kjo nuk kanë rregull. Babt kam që kjo nuk kanë rregull. Nëse je mjek, mos e shloti kam paran. Mos e shloti kam paran. Emergjencat janë gjithë shka. Ama dy njerëz janë të pritë rën. Njëri prit që 5 orë, ti e bë kët. Apo son rregull ajo. Kjo ka thënë se besimin Allah është shumë i dobët. Për këtë arsye pejgamberi alayhis salam çfarë thonte hadith? Thonte popujt para juve, a dini çfarë shkatrua? Kur e kanë gjetë një dopt e kanë kapurci. Kur e kanë gjetë një fol ka thënë ka dalë. E na çu kena bota ndëruar xhamatli. Çu kena bë? Si ta gjejmë një dopt? A be ka përse këta? 40 veta presin ran. Ha be kaloj. Ku besimin Allahu xhelalu ala? Ku që si takon që kjo? Japja me merit. E ka pas një shok pejgamberi me ka pas emrin Ebu Dherr. Ai ka dash shumë e ka dash. Edhe një ditë ke Ebu Dherr i thot, ja Rasulullah, a mban mu krijetar çati vendit? Mbanëm krijetar, po kam çef. Çka i tha pejgamberi sallam? Shiko çka i tha. O Ebu Dherr, unë du shumë ti e tha. Unë du shumë. Ama e dashmja nuk i bëj që ti e di këtë punë. Apo ti kur e don një shok, ai thonë për shembull, hajde na mbledh 10 veta, e kena një dost shumë kamerak mi thon doktor. Hajde na o doktor. Ato njëri çka pak më thotë, "Valla, ju mbledhni sa dush, po u kon doktor." Apo ju dunë apo po nuk shkon kjo punë. Tha ja Ebu Dherr, o Ebu Dherr, unë du shumë. I wallahi inni la uhibbuk. Tha pashallah i duhe. Ama tha për krijetar nuk i je. Nuk i je. Që kjo ibadet, kur ti me hak ja jep dikujt në diçka, ti mundesh me pas vlla, e motër, e nanë, e bab, ama kur si takon nuk i takon.
Ku nuk i takon diçka. Andaj s'ka jetë të mirëfillt, jetë të mbarë, vetëse nëse bëhet në binarët e Zotit. Vetëse se bëhet me eshhedu an la ilaha illallah wa eshhedu anna Muhammadan Rasulullah. Që kjo jetë të ndëruar, akti mes teje edhe Allahit në këtë dunja, ti ki nënshkrujt kontratë. Ja? A ki pa kur nënshkrujt ti kontratë ka njerë me firmën, të drejtat e mia, obligimet e mia. Na zakonisht nuk i lexojna, fatkeqësisht. Apo mos ani kujt najnala i thot ti e ke nënshkruajt vet. Ku e kam nënshkruajt mana? Po lexoj pikën, si ke lexuar. Të nderuar xhamatli, kur kemi thënë na eshhedu an la ilaha illallah, a e ke lexuar kontratën? A e ke lexuar? A na kujton edhe me thot eshhedu an la ilaha illallah, ka dalë. A e ke lexuar kontratën? Jo valla se kam lexuar. A di si shkon aty 5 vakt namaz? Me agjur Ramazanin, me dhon zakatin, me bë haxhin, mos me bë zina, me respektu nanën, me respektu babën, me ia dhon si 10 njerit hakin, mos me bë zullum, mos me vra pa hak, mos me vedh, mos me plaçkit, mos me lut bixhoz. A e ke lexuar kontratën? Që kjo është shahadeti. Shahadeti nuk ka kartel. Nuk ka kartel ti me pagujt ata. Jo, ti e mbush ata. Ti e mbush, për me zbraz shpërblimin ditën e Kiametit. Të nderuar xhamatli, përse që jemi në fundin e Ramazanit, Allah i pranof agjërimet tona. Allah i bëv kabul taravijet e tona. Allah na mundsoft me mri natën e Kadrit. E nëse ka kalu, Allah na mundsoft na e bëv që pjesët e adhurimit që i kemi bën në ato net, edhe pjesët e taravive në ato net, pjesët e veprave të mira, Allah na i shumëfishon. E lutim Zotin e Madh që çdo gjuna që e kena bë, me dije dhe pa dije, Zoti na i fal ya Rabbal Alamin. E lutim Zotin e Madh xhelle xhelalu, që Allahu te bareke ve teala na bën që bajramin e kësaj dunjaje ta bëjmë bajram të pastër prej mëkateve, të pastër prej të ligave, të pastër prej zilive dhe smirave, të pastër prej të gjitha sëmundjeve të zemrës. Kudo që ka musliman në linjë dhe përëndim, Allahu të ndihmon. Të nderuar xhamatli, shumë musliman në përbot kanë vështirësi, kanë siklet, kanë zahmet. Ti ki arë në xhami kërkush të kanë guc. Ti ki arë në xhami asnjë njerëz të kanë garejt. Ti ki arë si fir, atë kanë guc dikush. Jo. Të kanë guc veç nëse s'ka pëlqi haja, ndroma që ta se s'beduhe. E ke arë iftar kërkush të kanë guc. Ka musliman në përbot, mendzi se ha iftarin, mendzi se ha si firin, to e ndjek dorë e zullumçarit, mos e haron dua. Thuju Allah një mojë dhe atina. Se dhe aja musliman, qëtë namaz e fal, qëtë agjërim e ban, që këtë kibël e ka, zban me arum muslimanin, ka thonë pejgamberi alayhis salam, el muslimu ekhul muslim, muslimani vllai muslimanit. Për këtë arsye të nderuar xhamatli, jemi në muaj në lutjeve, në muaj në duave, shtoni duat sa më shumë, se Zoti i Madh ka shumë, ka për të gjithë, ka rahmet shumë. Ati ku ja kemi qëllu, ka qenë prej Allahit në shpërbleje. E ku të që kemi gabu, ka qenë prej meje, edhe prej shejtanit. E lush me Allahun që Allahut na fal, edhe njerë Allahu shpërbleje për dëgjimin, edhe për vëmendjen. Allahut na bëf të gjithë banor xhenetit. Na i largon qafat tona pizarit të xhenemit. Aqulu qawli hadha wastaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin.